Miqtë dashur, ne përikthehemi në studio, ora e saktë shënon 10:00. Ne tashmë do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në Shqipëri me një zonjë të nderuar. Në një kohë kur historia nuk lezohet vetëm në libra, por interpretohet nëpër studio, në rrjetet sociale, edhe në debatet publike, kemi përballë një zë që shpesh nuk kalon pa reagime. Sot në studio me ne do të jetë zonja Elena Kosaçi, historiane, autore dhe analiste, e njohur për qasjen e saj të drejtë për drejtë ndaj historisë së shqiptarëve dhe asaj ballkanike. Një figurë që për disa sjell këndvështrime alternative e për të tjerë hap debate mbi kufirin mes interpretimit dhe faktit. E diplomuar në histori, unë do doja të lexoja pak informacione, e diplomuar në histori me angazhimin të gjatë në studime dhe publikime. Ajo ka trajtuar tema që lidhen me identitetin historik të shqiptarëve, figurat e debatueshme të rajonit dhe mënyrën se si historia përdoret në politikë dhe shoqëri. Por ajo që e bën prezencën e saj interesante, nuk janë vetëm tituj që i ka, është edhe mënyra se si ajo sfidon narrativat e njohura. Pra sot në studio miqdashur, zonjan Elena Kosaçi nuk do të kemi vetëm bisedë për të kaluarën tonë, por një përballje me mënyrën se si ne e lexojmë atë, sepse së fundmi është votuar një libër mbi figurën më të ndritur të këtij të globit, do ta quaja, Aleksandrin e Madh. Do t'i themi mirëmëngjes zonjës Elena, nëse e kemi në lidhje. Është kënaqësi. Mirëmëngjes nga Durrësi, mirëmëngjes nga Durrësi të gjitha. Nga Durrësi i bukur, nga Dyrahu. Do të flasim për të kaluar nga Dyrahu, ashtu? Po. Zonja Elena, mirë se po takohemi. Faleminderit shumë për ftesën dhe përshëndesim gjithë shqiptarët e Maqedonisë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Është kënaqësia jon që t'ju kemi këtu në studio. Zonja Elena, unë do doja të ndalesha se së fundmi keni botuar një libër mbi Aleksandrin e Madh, ose siç e quajmë ne, mbi Lekën e Madh. Po. Ishte e domosdoshme ta botonim një studim të tillë, sepse shikojmë në Ballkan një përdorim politik të figurës së Aleksandrit. Dhe duke qenë e tillë, unë mendoj se ne Aleksandrin duhet ta trajtojmë nga pikpamja e të vërtetës historike, duke u bazuar tek burimet historike primare që janë ato të antikitetit. Dhe fatikisht unë kam sjellë një Aleksandër edhe njerëzor, edhe ushtarak, por në hyrjet e librit kanë trajtuar veçanërisht faktin se çfarë lidhje kanë shqiptarët me Aleksandrin e Madh në Maqedoninë antike, për arsye sepse kjo është një diçka që sfumohet ose lihet jashtë të vërtetës historike. Dhe ajo që unë kam trajtuar aty është që fiset maqedone antike janë fise ilire, në përgjithësi dhe epirote, pra janë të lidhura me shqiptarët dhe gjatë gjithë historisë i vetmi popull që është quajtur etnikisht Maqedonia shqiptarët, për arsye se termi Maqedoni nuk është një term i ri, është një term 3000 afërsisht 3000 vjeçar. Dhe si i tillë është një term i lidhur me ilirët, është një term i lidhur me shqiptarët, është një term tepër antik. Dhe kur vim për të thënë se ç'lidhje ka Aleksandri i Madh me shqiptarët, kemi parasysh që nëna e tij që e nga jugu i Shqipërisë, Mirtalja, ose Olimpia, siç e quajnë, Olimpia, emri i saj origjinal nuk është Olimpi, se e thot Plutarku, është Myrtale. Dhe Myrtali ishte princesha e Pirit, pra e Shqipërisë jugut sotshme, ndërsa babai i tij Filipi kishte nënën ilire, por edhe vetë dinastia, po ta shikojmë nga të gjitha origjinat e saj, është me një origjinë ilire, kështu që është jashtëzakonisht i lidhur me shqiptarët, kudo ata janë, me shqiptarët e Shqipëri, me shqiptarët e Maqedoni, me shqiptarët e Greqisë që janë arbreshët. Kështu që Aleksandri është një figurë që i përket disa shteteve ballkanike dhe kjo për shkak të shqiptarëve më tepër se kujdo tjetër. Po mirë, më thuaj fillimisht, çfarë ju shtyu ju, sepse e dim që ju jeni edhe juriste, në mos gaboj, Po juriste dhe profesore e qeverisjes. Edhe profesore e qeverisjes, po çfarë ju shtyu konkretisht që të shkruani librin mbi Aleksandrin? Duke e ditur, sepse kemi kaluar një periudhë shumë të errët historike, nuk kemi shumë njerëz, shumë autorë ose shumë historianë të cilët janë fokusuar konkretisht tek figura e Aleksandrit, tek Leka. Ne kemi disa informacione që dikur në periudhën e Ahmet Zogut, ku është emërtuar edhe moneda të cilën për nder dhe respekt të figurës së Lekës, që e ka bërë Ahmet Zogu dikur. Dhe pastaj kemi një periudhë shumë të zymë, të heshtur,
të erët sepse të ka ta hyrë quajmë. politika në mes, ka hyrë politika në mes që kërkon të përvetsoj Aleksandrin për të ngritur identitete. Ka hyrë një konflikt midis Greqisë dhe shtetit zyrtar të Maqedonisë për këtë gjë. Okej, dakord, ne kemi një Maqedoni të ndarë antike midis dy shteteve, por nga pikpamja politike mund të ketë pretendime, po jo nga pikpamja historike, sepse nga pikpamja historike Aleksandri është një figurë shumë e qartë që ka lidhje me shqiptarët. Thjesht janë shqiptarët që ja kanë lënë politikisht tjerëve. Po, duke qenë se shqiptarët janë faktor shtetformues të Maqedoninë e sotshme, atëherë kjo është një figurë që përket edhe atyre më shumë se kujt do tjetër. Pavarësisht se ne kemi një shtet të Maqedonisë, atëherë lidhja direkte e Aleksandrit është me shqiptarët aty. Por edhe dhe slavët, do të kemi parasysh një gjë që një pjesë shumë e madhe e tyre janë shqiptarë ortodoks, edhe ato mund të thonë që ai është hyjni, pra mund ta pretendojnë. Pra mund të themi etnikisht, nga gjaku, historikisht Aleksandri ka lidhje me shqiptarët dhe unë e kam parë që ne shqiptarët e kemi neglizhuar si figurë, dhe për mua ky është një neglizhim politik që është bërë më shumë greqisht si favor se ta shteti të ri të Maqedonisë së Veriut, sepse kije parasysh që Greqia ka bërë një luftë të madhe ndërkombëtare për këtë figurë. Po, problemi është se Greqia nuk vërteton dot lidhjen midis grekëve antik dhe grekëve modern, sepse aty vendasit janë shqiptarë për vete, dhe nuk mund ne pretendojmë tani që të lidhim Aleksandrin me Greqinë moderne, kur pse ajo ka përvetësuar një pjesë territorit të Maqedonisë, ku nga pikpamja historike dhe etnike, kjo lidhje nga të gjithë historiografia botërore, qoftë bizantine, mesjetare, është vetëm edhe moderne, është me shqiptarët. Prandaj them që ka pas nevojë për ta trajtuar figurën e tij dhe është një figurë shumë interesante. Nga pikpamja historike, Aleksandri është një nga burrat më mëdhenj, ndoshta më i madhi që ka nxjerr planeti apo njerëzimi. Është një figurë e cila përmendet në Bibël, përmendet në Kur'an, përmendet tek libri profecive islame, ku ai trajtohet si një profet aty, dhe u shoh që dietarët arab flasin me respekt të jashtëzakonshëm për të. Duhet kemi parasysh që krijoi një marrëdhënie, pavarësisht se ishte pushtues, ai krijoi marrëdhënie shumë të mira me dhënësit, nuk u preku atyre zakonet, traditat, kulturën, ligjin, vendosi disa rregulla të reja. Ai përhapi qytetërim. Qytetërimi që ai përhapi nuk është një qytetërim grek si shton këta. Ishte një qytetërim ku ilirët kishin qytetet më të vjetra të Evropës. Ai hapi një qytetërim të ilirëve, të maqedonëve, pra nuk përhapi një qytetërim sepse dhe po të marrim grekët antik në vetvete, përbëhen nga fise që janë po edhe ilirë dhe po pellazge, sepse kemi parasysh para dhe slavëve, nuk ka një etni tjetër në Ballkan, është një vetëm etni, por që ka shumë shtete, për shembull si mund të ishte shteti Maqedon, shteti Dardan, shteti Ilir. Pra, ka pasur disa shtete, por nuk do të thotë se ishin etni të ndryshme. Për arsye se kjo ishte për shkak të sigurisë të territorit. Po, zonja Elena, ju zonja Elena tha që ne si popull e kemi pak kështu të themi një defekt të cilët e lëm pak historinë anash, nuk merremi pasi që kemi pasur edhe një periudhë të heshtje që nuk kemi marrë për të ngritur këto figura, mirë po unë do doja pak më shumë të ndalemi tek burimet konkrete që i keni përdorur për ta përpiluar edhe për ta përfunduar një libër të tillë, cila ka qenë teza kryesore që keni dashur ta vërtetoni me këtë libër. Mirë po edhe burimet konkrete që i bisedoni si që janë trajtuar në etnitetet të ndryshme, tek maqedonasit, tek grekët, tek kështu me radhë, ju pikërisht tek ku jeni bazuar më shumë, po? Atëherë burimet janë vetëm antike. Pra, nuk ka si burim modern. Nuk merrem me keqinterpretimin e historisë nga historian modern. Unë merrem me historinë siç janë burimet antike. Unë kam përdorur Plutarkun, kam përdorur Arianin, kam përdorur Quintus Rufus, që janë gjithë këta, domethënë, themelet e figurës së Aleksandrit. Pra, kam përdorur ata që janë burimet kryesore antike që flasin për Aleksandrin. Dhe nuk janë marrë me interpretimet historike moderne, të cilët më shumë flasin politikisht dhe flasin historikisht. Dhe kur flasin pasandaj për të përcaktuar se kujt i përket, kjo është më shumë e qartë nga pikpamja historike. Askush nuk e vën diskutim që Aleksandri është i lidhur me shqiptarët nga, domethënë flasin për historiografi serioze, akademike, sesa e vën vetëm qarqe që janë ekstremiste, pra nuk flasin për këto që janë qarqe historike. Pra, të vetmet një historian profesionist duhet merret me burimet primare, që janë ato antike, dhe nuk duhet merret me ato politike. Dhe kështu që libri është me shumë referenca, është mbi 500 referenca, të cilat vijnë nga epoka antike, çdo gjë është e cituar
dhe burimet janë me faqe shumë transparente që secili mund t'i marrë dhe mund t'i vërtetoj vetë. Shumë e bukur kjo, më pëlqen me që a ka subjektivizëm këtu tek libri juaj apo Se doja të thoja dhe ta zgjasja tek absolutisht jo. Jo. Unë në kushkruaj libër subjektivizmi vetëm që kam unë është që njohuritë e mia si autore mundi im është subjektivizmi im aty, ndërsa në libër nuk ky fare subjektivisht, sepse unë kam një metodë time në punë që mundohem që duke qenë se historia është shumë është vërtet tepër e rëndësishme, por edhe që përdoret shumë politikisht, unë mundohem që mos të flas vetë aty, po të lë autorët të flasin. E ajo që mund të flas unë aty është një hyrje, një konkluzion, është punimi normal i renditjes së fakteve, analizimit të lidhjes të tyre, por unë lë faktin të flasin. Dhe më bëri një pyetje vajza, përpara më tha teza, duhet të kemi parasysh në historiografi, nuk ka teza, siç mund të ketë për shembull shkencë politike që unë do vërtetoj këtë tezën, sepse gjatë shkrimit të burimeve, gjatë shkrimit të historisë, ti mund gjesh ti duhet të pasqyrosh vetëm të vërtetën, dhe e vërteta për shembull ti mund nisësh për një tezë dhe të del kundërt, ose mund të nisësh pra nuk do ta paragjykosh procesin. Ti duhet me patjetër, sepse teza është një paragjykim procesi. Ti duhet me patjetër që të bësh të mundur të sjellësh realitetin ashtu siç është nga burimet historike. Tezën e mund ta përdorim tek shkencat politike, për shembull te qeverisja mund ta përdorim diku tjetër dhe te ligji mund ta përdorim, te historia që ke vështirë sepse ne mundohemi të pasqyrojmë të vërtetën. Të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Pak më parë treguat lidhjen e Aleksandrit me Ilirët. Cili mund të jetë argumenti më i fortë për këtë? Po sepse babai i tij, nënën e vet Euridike, ne kishte princesh Ilire, për babai i Aleksandrit, Filipi II. Mamaja e Aleksandrit vet ishte myrtale, ishte toske, ishte nga Epiri, dhe Epiri historikisht ka qenë dhe është një territor i banuar se Shqipëria e Jugut me shqiptar. Madje gjua e Epirit është gjua shqipe quhet gjuhë epirote edhe në periudhën e mesjetës, dhe ne atë gjuhën epirotike kemi gjuhë standard zyrtar sot, pra atë dialekt, kështu që edhe të thuash për shembull që Epiri nuk është shqiptar, atë neve dialektin e Epirit kemi si zyrtar. Kështu që të formohet një dialekt do të thotë kaloj mira vjetë dhe është gjuhë që është folur aty prej përpara epokës së Homerit. Kështu që në këtë prizëm ne kemi të vërtetuar historikisht që ai ishin lidhur me ne, për shkak të nënës së Filipit, për shkak të nënës së tij, por edhe vetë Filipi nga dinastia mendohet të ishte o Orest o nga Herakles. Orestët ishin, gjoni me vëmendje, Orestët fisi nga Ohrin, po, dhe Heraklis, nëse do ta marrim dhe do të referojmë burimet antike, Ylli, që ishte djali i Heraklit, po ti marrim Stefan Bizantini dhe shumë autor, ata e quajnë Ilir. Pra edhe preardhja e Heraklit antikitetit është po nga Ilirët. Kështu që e kemi të gjithë burimet historike të autorëve antik që quhen grek dhe romak, të cilat e kanë shpjeguar shumë qartë këtë. Pra nga do ta kap figurën e Aleksandrit e lidhur me shqiptarët. Nga të gjithë burimet historike. Po zonja Elena, keni biseduar edhe me autor ndërkombëtar pikërisht për këtë çështje, ja edhe për librin tuaj të fundit, si ata i perceptojnë këto ulumtimet tuaja të historiane shqiptare. Unë ka probleme me autorët ndërkombëtar, unë ka probleme me shqiptarët. Probleme i madhëshme të ne. Si ti bindim këta tanët? Po, se shohin burimet historike autorët, nuk merren me thashë theme politike. Pra një profesionist thot, ku e ke gjetur këto? Pra nëse themi që Myrtali është nga dinastia epirote, kjo është e padiskutueshme për pamje historike. Keq interpretimi politik fillon kur Greqia bën të vetën e sotshme, Epirin, Maqedonin, do të thotë ky pastaj këtu fillon problemi. Pra, keq interpretimi politik, por në themel të saj, interpretimi historik në fakte është i njëjtë kudo. Vetëm dizinformimi dhe keq interpretimi pastaj fillojnë dhe krijojnë probleme. Nuk janë shumë mund të hapur historianë botror, ndërsa mund të citojnë dhe studiuesit botror, kanë marrëdhënie shumë të mira me historianët, për shembull grek, që janë të hapur, nuk janë si politika zyrtare ndonjëherë, dhe të cilët e i din këto gjëra, madje kanë dhe shumë janë dhe më të guximshëm se mua për të thënë shumë gjëra. Por problemi këtë ne është, mendoj unë, me historiografin tonë, me mediat tona, është me mentalitetin që dhe me propagandën që bëhet në terren ndaj popullit. Populli dihet shumë politikisht, jepet shumë
interes politikës, fesë, jepet shumë pra popullin e përgatisim për botën tjetër, por nuk I tregojmë se ku është botën që është tani. Sepse politikisht kjo botë që është tani I intereson të tjerëve dhe ne kërkojmë ta marrim këtë botën tonë, kështu që prandaj ne duhet me patjetër që të mendojmë për çdo gjë tjetër, por të kuptojmë se e tashmja dhe e ardhmja varet shumë dhe nga e shkura. Zonja Elena, unë do doja që të lidh disa ngjarje, domethënë përjetimet popullore të cilat I kemi të shumta në përviset tona, ne për shembull, që kam hasur shpesh, edhe që do doja të bëja një komparacion, një krahasim. Në për epitafet e vareve, këtu në Maqedoninë e Veriut, unë konkretisht jam nga Dibra, që në për epitafet e vareve të dikurshme, ishin të shkruajtura me shkronja osmanlishte, por mbi varet kishim simbolin e gjarprit dhe diellit. Të shumë dhe e kemi patur. Dhe tek filmi, kur u realizua filmi I Aleksandrit, ka një skenë aty ku Olimpia, ose siç e quani Myrtali, e afron Aleksandrin me, ne u themi bolla ose me gjarprind, që si zvaranik që nuk guxon që ta mbysësh, sepse këto bestytni sot I kemi akoma ne, që gjarprin e shtëpisë mos... Ka qenë simbolike I lirëve gjarprin, ka qenë dielli për shumë Alban do me thënë diell, I lirë do me thënë diell, simboli diellit është simboli ynë. Personalisht, unë aktualisht baj simbolin e diellit. Dhe Aleksandri, duhet kemi parasysh një gjë që Aleksandri I madh ka pas simbolin kryesor, ka pas shqiponjën. Pastaj vjen dielli bashkë me të tjerat. Sepse në të gjitha, edhe kur ka lindur Aleksandri, Plutarku, Justini thonë, edhe Justini është I burim kryesor për figurën e Aleksandrit, thonë që në qatit e shtëpisë, ku qef që të jenë diçka që s'janë, do e ndajmë me ta. Ne të jemi atë me këmbë në tokë dhe të jemi ata që ne jemi realisht. Dhe u mendoj se këtu te kjo përkatësia ne për shkakun kam ardhur në Maqedoni dhe ju them shqiptarëve që ju jeni Maqedon antik. Ato zëmrohen të gjithë. Ju them pse zëmroheni? A e kuptoni se çfarë jeni duke bërë? Sepse jemi në Maqedoni është 3000 vjeçar, I lidhet me ilirët. Pra nëse juve për shembull thoni që unë Skënderbeu I madh e të gjithë figurat më të mëdha të shqiptarëve të mesjetës thonë jemi Maqedon dhe Epirot, për arsye sepse është I lidhur termi Maqedoni vetëm etnikisht me shqiptarët dhe ju nuk duhet jeni si shqiptar aty, ta ndjeni këtë si diçka që nuk është juaja, është juaja, u përket jo vetëm juve, po termi Maqedoni përket të shqiptarëve, sepse me atë në mesjet Maqedon dhe Epirot qushin gjithë shqiptarët, deri dhe Kosova, e sotshme, madje deri dhe në territore shumë të gjëra të Ballkanit. Kjo do të thotë që është një term etnik që përdoret për shqiptarët, pavarësisht se sot është një term politik I ndarë midis dy shteteve ose territorialisht midis tre shteteve. Kështu që në këtë pikë duhet të kemi parasysh që Maqedonia e Thoshme ka pjesë nga Dardania, por flasim për Maqedoninë antike klasike, janë shumë të komplikuara nga pikpamja historike. Zonja Elena, më ka ndodhur kur kam vizituar në Tiranë dhe isha në një takim dhe më pyesin ti vajzë nga je Valbona, thash unë jam nga kryeqyteti I shqiptarëve. Dhe unë dalë më shikoj tha nga Tirana je, jo thash unë jam nga Shkupi. Dhe ishte aty filloi një bisedë shumë interesante sepse me të vërtetë ndoshta ndonjëherë harrohet pak kjo pjesa jonë e Maqedonisë së Veriut në bisedat të sipra, matangardit kemi ngelur ne, mirë po... këtë gjë dhe mua kur më ftuat unë për këtë erdha që mos të lëm matangardit, se ne u kemi shumë gjatë. Dhe unë personalisht vi shpesh sepse kur kam mundësi për me ardhë, me qëllim që edhe kur më ftojnë, me qëllim që ju të ndjeni se nuk jeni vetëm. Që jeni me ne, pavarësisht se brenda qytetit jeni politikisht, por që ju jeni pjesë shumë e rëndësishme e kombit shqiptar. Ndoshta këta më të moshuarit ndoshta nuk e ndjejnë këtë ndasinë aq shumë sa që e ndjejnë të ritë. Ndoshta unë mund ta shpreh këtë më shumë, mirë po si e shihni ju edhe raportin me të ritë, sa është e rëndësishme pikërisht edhe ky zbulimi juaj I ri apo shkrimi juaj ky libër për të ritë. Ne do të lexojmë e dashur, ne do të lexojmë. Duhet të lexojmë. Pra, për shembull,
duhet lexojmë. Ne duhet marrim të lexojmë dhe libra historik. Për shembull, Aleksandri është një libër që mendoj se çdo shqiptar aty duhet ta lexojë. Për arsye sepse do të shikojë vetveten aty. Pra, është diçka që nuk ka lidhje me politikën e sotshme, është diçka që ka lidhje shpirtërore, historike, në gjakun me shqiptarët. Dhe figura e tij edhe të mëson shumë nga jeta personale, sepse Aleksandri ishte një figurë shumë dimensionale, nuk ishte vetëm strateg, nuk ishte vetëm politikan. Aleksandri ishte nga ana humane, një nga njerëzit më të mëdhenj që mund të ketë tak. Dhe i madh është fikërisht për këtë gjë, trajtimi human që i ka bërë familjes perse, të Darit, kur ai e zuri peng, ka qenë nga më shembullorët në histori. Ai ka trajtuar nënën e Darit si nënën e vet, gruan e Darit me gjithë respekt, vajzat e Darit me gjithë respekt, djalin e Darit e ka rritur vet. Ku i qenë në fakt të tillë pushtues, të cilët e pushtojnë një territor, kur ne e ke parasysh se çfarë barbarie bëjnë pushtuesit kur shkojnë, ai mund të ishte shumë i fortë në fushë betejë, por pas betejës Aleksandri ka pasur një trajtim shumë të mirë ndaj familjes më shumë. Po, dhe jo vetëm kaq, po marrëdhëniet që ka pasur me njerëzit, me gratë, me popullin vendas, me traditën, me kulturën. Aleksandri është dhe filozof, Aleksandri është dhe profet, në një farë mënyre. Pra, ne nuk kemi një Aleksandër vetëm strateg ushtarak, me i madhi, sigurisht ka pas teknikat e tij, se do të kemi parasysh bëhet një luftë sot, dhe se sa e vështirë është ti sot të arrish të vendosësh një lloj pushteti në lidhjen e mesme, që është me raketa, është me armë të sofistikuar, dhe vjen puna, Aleksandri me një kal dhe me një trup ushtarësh i lirë, ushtoi botën. Është pak kjo që ka bërë. Persin e ka pushtuar me 50.000 ushtarë, kur në anën tjetër kanë qenë në mos gaboj. Ka qenë del 1 milion ushtarë thonë burimet antike. Pavarësisht se burimet moderne thonë jo, mase nuk janë 1 milion, por unë kur referohem burimeve historike, u i referohem atyre që janë antike, dhe shuma që e ushtrisë ato japin e 700.000 një burim, 1 milion një burim tjetër. Kështu që dhe duke qenë se ajo territor ka qenë shumë i gjerë, është më se e besueshme që ti kishte, por Aleksandri kishte një teknikë që quhet pyka, kishte edhe atë që quhet rrethimi shqiptar, kishte disa lloj teknika ushtarake të cilat ai e spartallon armikun mundu qendër dhe pikërisht e mbreti dhe nuk merre me ushtrinë, dhe në moment që ti kishe spartalluar mbretin, ti kishe pushtuar ose kishe spartalluar gjithë ushtrinë e cila do të shpëtonte kokën në një moment që nuk shifte që mbreti ishte më aty. Zonja Elena, unë do doja edhe një pyetje, sepse e dim të gjithë që historinë e shkruan gjithmonë më i forti. A ka ardhur koha, dita që sot të jemi më të fortë se kur për të treguar atë të kaluarën tonë të hidhur, për ta ndryshuar? Deri tani e ka shkruar më i forti. Ka ardhur momentin që burimet janë aty, është epokë interneti, është epokë informacioni. Unë vetë jam ujor dhe jemi në epokën e ujorit. Ujori është, ndoshta ta marrim nga pikpamja, është një shenjë shumë kërkuese, shkencore, e cila zbart të vërtetën dhe intereson e vërteta, dhe unë mendoj që nëse do ta marrim nga kjo pikpamje e hyjeve, Dritro nuk na beson as pak në yjet. Ka ardhur momenti. Mirë, dakord, ka ardhur momenti nga pikpamja historike, politike etj, që shqiptarët të mund të shpardhin të vërtetat e tyre historike dhe politikisht ne jemi djegur si popull, por të paktën nga ana historike ne të ruajmë atë identitetin ton, krenarin ton, figurat tona historike, dhe mendoj se ka ardhur momenti në Shkup është në fakt një përmendore e Aleksandrit, por mendoj se përmendore e Aleksandrit madh do të ishte krah për krah me Skënderbeun, për arsye sepse Skënderbeu mbante emrin e tij, Skënder do thot Aleksandër, dhe të gjithë simbolet që kishte Skënderbeu, shqiponjën, Cjapin, sepse dy brirë që i përmendet edhe në Kur'an dhe në Bibël, janë simbolet që janë të Aleksandrit madh, kështu që vetë Skënderbeu është një Aleksandër i ri, apo një Aleksandër i lindur më pas, i cili në fakt nga pikpamja ushtarake, diplomatike, politike, mbase nuk ka ato përmasa ndërkombëtare që mund të ketë figura e Aleksandrit madh, por hyn tek ata më të mëdhenjit, dhe duke qenë se lidhet me shqiptarët, mendoj se edhe Aleksandri i madh duhet të jetë afër me Aleksandrin ton tjetrin, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Sa e bukur ka. Shumë e bukur. Sepse në burimet historike bizantine, Aleksandri jon i madh, ose Aleksandri që do ta lidhi me figurën e Skënderbeut, quhet po Aleksandër. Pra nuk quhet Skënderbeu, se Skënderbeu quhet nga turqishtja, nga osmanishtja. Po. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Jashtëzakonisht e bukur. Unë kam dëshirë që do doja që
kur do që të keni kohë, kur të na vini këtu në vizitë në shkruani, Maqedoni, të na vizitoni në studio. të zhvillohen edhe diskutime me historianët nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria, qoftë edhe nga pala Maqedone, që ti mbrojmë, duhet të vijë një ditë që ti mbrojmë me argumente. Unë se kam problem fare. Të organizohet kjo. Me fakte historike. Unë them kështu thoi Justini, kështu tha Plutarku. Unë nuk them fare kështu them unë. Po pra, për këtë arsye jam dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po. Kjo është shumë e rëndësishme që të tregoni se ku bazoheni mbi të vërtetat. Po, libri është i botuar, kushdo që e shikon, ka citimet historike aty, dhe citimet historike janë publike, kështu që nuk është fare problem. Kur unë them Justini, Plutarku, Ariani, Quintus Rufus e tjere tjere, këto janë figura që librat përgjithësi mund t'i keni greqisht, anglisht, italisht, në Shqip nuk është e janë një pjesë këto libra, por janë gjuhë të huaja të cilat mund merren të referohen, citohen, nuk është problem. A ka ardhur koha, më thuaj, që politikanët të vedisohen për ta rikthyer figurën e Aleksandrit të Madh? Po, dhe do të filloj me politikanët që janë aty dhe me shqiptarët që janë aty, të cilët nuk duhet ta ndjejnë emrin Maqedoni dhe figurën e Aleksandrit si thuajse është lidhur vetëm me shqiptarët, por jo vetëm ju shqiptarët që jeni aty, por dhe shqiptarët në Dardani dhe shqiptarët në Epir dhe shqiptarët e Ilmirisë Vjetër e të tjerë, sepse kombi jon fatkeqësisht është i ndarë në shumë shtete, se ne nuk arritëm të krijojmë dot një shtet kombëtar pikërisht për arsye historike, për arsye se nuk na lan tjerë na vollën historinë, na vollën territorin, se prandaj vjedhet historia për të vjedhur territorin, por ka ardhur moment që të paktën ne do të jemi të vetëdijshëm kombëtarisht për ato që na përket neve, pavarësisht se ne jemi mbrapa politikisht dhe nuk mund të bëjmë më shumë se ç'kemi bërë, por politika duhet të fillojë sepse politika merr vendimarrjen, për shembull për vendosjen e busteve, për vendosjen e figurës Aleksandrit në shkolla, apo ne të paktën do ta fillojmë me të lexuar. Fillojmë ne të lexojmë, për shembull kam shkruar librin, ai që është i fushës duhet ta lexoj. Pse duhet ta lexoj? Sepse ai e transmeton për shembull mësuesit e transmeton dhe mbase nxënësit nuk lexojnë, por e transmeton mësuesit e nxënësit e vet. Më kupton? E transmeton një profesor tek studentët e vet. E transmeton një njeri i ditur te rrethi vet. Pra janë ca njerëz që janë elitar në lexim, të cilët duhet ta lexojnë si libër, edhe ato dihet që ato marrin ti ndajmë të tjerë. Saktë. Shumë e bukur. Shumë. Uroj që të ndodhi kjo edhe besoj dhe shpresoj që do të ndodhi dhe të paktën një herë për gjithmonë të zbardhim edhe të kaluarën tonë të erë. Shumë faleminderit për të gjitha. Unë kur do doni do të jem sërish në dispozicion për të folur për çdo gjë që është nga pikpamja dhe me dashurinë më të madhe madje, edhe me përkushtimin më të madh. Dhe faleminderit shumë që më keni ftuar dhe ndoshta do të takohemi edhe herë tjetër dhe përshëndesim gjithë shqiptarët. Shumë faleminderit. Pasardhës të Aleksandrit të Madh aty në Maqedoni dhe kudo që janë. Po na kapën muarnica tash kur flasish kështu. Po kjo është e vërteta historike realisht. Nuk ka asnjë kom tjetër më shumë të drejta mbi figurën e Aleksandrit të Madh të Maqedonisë se sa kanë shqiptarët. Absolutisht asnjë. Mund të kem politikisht për arsye politike të sotshme, por kur historikisht dhe etnikisht dhe nga gjaku, përveç të shqiptarët. Ju faleminderit shumë zonja Elena. Shumë për kohën ishte nderë që kemi në emisionin tonë. Do të kalojmë një televizion tjetër edhe keni kohën shumë të ngjeshur. Po jam në 10:30 për të kaluar te Top Channel. Ju faleminderit shumë për kushtimin edhe për këto fakte interesante që do të fillojmë një herë për gjithmonë ta zbardhim të kaluar të hidhur. Faleminderit shumë, zoti ju bekoft me gjithë. Faleminderit shumë zonja Elena. Ditë mbarë. Ishte kënaqësia jonë. Faleminderit.